Do në gjitimi katën e dytë, ku është investimi kryesor i Ministrisë, është pikërisht shërbimi i kirurgjisë me bllokun operator dhe me pavionin përkatës, i cili është një transformim rrënjësor. Këtu kemi 3 sallat operatore. Paradhoma e mjekut në larja disinfektimi dhe kalimi pastaj nëpërmjet derës në dhomën e përkatëse. Këtu kemi sallën e dytë operatore, që njëra do jetë e urgjencave, njëra edhe planifikimeve, janë drejt instalimit të pajisjes, do hiqen kullat e vjetra që ka ekzistuar, se janë që në viteve 80 edhe po kemi edhe sallën e tretë, e cila i përket okulisik ORL, një kapacitet më të vogël, që kanë intervente më të pakta, më të vogla, edhe më të pasura, edhe janë mini intervente, nuk janë radikale, si ato abdominale. Tu jemi tash në pavionin e kirurgjisë, me gjithë mjediset, edhe këtu janë përfunduar instalacioni i ri i tubave të oksigjenit dhe çillerave për sistemin e ngrohjes ftojes. Janë përfunduar pothuajse. Po dhe ambient dhe hapësirat janë shumë mirë, domethënë hapësirë me dritë, është e rëndësishme. Llogaritë të kenë rreth 60 të sëmurë, dhomat janë nga 2 të sëmurë. Kjo është ekografia, pak më lartë është radiografia dhe pastaj është skaneri. Doktor Shliria është shefja e shërbimit të laboratorit. Është dhoma e kërmes. Me gjithë aparaturat super moderne shumë. E rëndësishme që vazhdon shërbimi për pacientët. Analizat kryen të gjitha, gjithë muajni është dhënë prioritet gjithë analizave që jep edhe specialisti dhe poliklinika dhe më shumë pastaj kohën e fundit të muajit, ne vi japim më shumë prioritet urgjencave dhe analizave të sëmurëve me kancer, onkologjisë. Fakt është një rritje e ndjeshme e rasteve dhe sëmundshmërisë, sidomos të sëmundjeve kronike, fenomen ky që vërehet çdo vit e më shumë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, por dhe në mbar botën. Pavarësisht këtij fluksit të lartë, shërbimi vijon pa ndërprerje për çdo qytetar, sepse kontrollet e rregullta, diagnostikimi në kohë, çon në kurim në kohë të sëmundjes. Numri i analizave dhe ekzaminimeve ka tejkaluar shpesh kapacitetet e planifikuara për shkak të rritjes së kërkesës. Në strukturat tona shtetërore ofrohen falas ekzaminimet laboratorike çdo ditë, sigurisht me një prioritet natyral për ekzaminimet e urgjencës. Aktualisht, në bashkëpunim me mjek specialist dhe ekspert, bazuar gjithashtu në të dhënat e mbledhura, po punojmë për zgjerimin e shumëllojshmërisë të këtyre ekzaminimeve, përfshi këtu edhe treguesi molekular, të cilët kanë një rëndësi të veçantë mbi të gjitha për terapitë inovative. Kështu, sigurojmë një shërbim cilësor, të qëndrueshëm dhe të personalizuar për pacientët tanë. Patologjia dhe këtu kemi edhe onkologjikun, me një dhomë për paliativin, po, është dhoma e kabinetit mjekut. Është mjek onkolog që bën vizitën paraprake përpara se të kalojë në kimio, 2 mjek onkolog. Kemi një dhomë për paliativin, për disa dhe kemi edhe dhomën që neve aktualisht kemi afërsisht 70 gjatë sëmundë të cilët marrin kimioterapi tek neve. Akoma e kujdesit paliativ, po me shtretër kuptohet. Po, me të shtretër. Tash i dhomën që keni këtë kujdes të kimioterapisë. Të kimioterapisë jemi në kabinetin këtu. Me një cikël jo më shumë se 5 veta në ditë. Domethënë vuaj punë për nëvuar gjithë punktet e kimioterapisë, siç u bë me të njëjtin model. Siç u bë dhe në Tiranë.